Faleminderit. Si jeni, si kalu? Faleminderit. Presidente, në mëngjes u takuat me një ekip kongresistësh amerikan, a thuaj nëse mundesh çka biseduat dhe dyta diplomati amerikan Philip Ricker ka kërkuar që Kosova të ketë një qeveri që bashkëpunon me SHBA-n. A ne kupton kjo njëkohësisht që Kosova si ka pas deri me tash raportet e mira? Sot kisha nderin që të mirë pres në Republikën e Kosovës dy kongresist amerikan nga të dyja partit, pra përfaqësuesin e Partisë Republikane dhe përfaqësuesin e Partisë Demokratike, që të dy për një kohë të gjatë kanë mbështetur Kosovën në veçanti, por edhe gjithë rajonin tonë në përgjithësi, dhe si kontribues të vazhdueshëm për paqen dhe stabilitetin në rajon, tani e kanë këtë vizitë ku e përfshin gati se të gjithë rajonin për të parë se si mund të vazhdojmë bashkëpunimin në favor të paqes dhe stabilitetit. Prandaj këto kanë qenë çështjet që kemi diskutuar, bashkëpunimi bilateral mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvillimet në sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes, prafrimi ynë me NATO-n si organizatë ku synojmë të antarësohemi, sfidat e sigurisë me të cilat po përballemi, dhe mënyrën se si mund të koordinohemi edhe më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të kemi integrim sa më të suksesshëm të komunitetit serb brenda Kosovës, pra si kështu më në përgjithësi si tema. Sa i përket deklaratës ish diplomatit Ricker, natyrisht që tani që punon në sektorin privat, secili ka qëndrimet e veta, njëkohësisht edhe zoti Ricker, me cilin kam pasur çdo herë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë edhe në të ardhmen qeverinë më pro-amerikane që mund ta gjej ndokush, për shkak se kemi popullin më pro-amerikan në botë, dhe secila qeveri e Kosovës që vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeveri apo votuesve që krijojnë qeveri dhe qeverisë, përderisa secila qeveri i ka metodat e veta, i ka strategjitë e veta, e ka mënyrën se si punon me partnerët, dhe për atë se si kanë punuar dhe si do të punojnë në të ardhmen, unë ju sugjeroj që t'i adresoni pyetjet në qeveri. Sa i përket punës sime si presidente e Republikës, mund t'ju siguroj që kam pasur dhe do të vazhdoj të kem një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i shoh si partner ekzistencial në zhvillimin e Kosovës, në mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë sonë, si dhe në tejkalimin e sfidave të sigurisë me të cilat ballafaqohemi. Ata janë partneri pazëvendësueshëm për sigurinë tonë, për ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e domosdoshme që edhe koordinimin ta kemi të plotë dhe bashkëpunimin ta kemi sa më të fuqishëm. Presidente, kështu e keni pa zhvillimet në Këshillin Prokurorial janë ndarë në dysh, pra 5 po thonë që është një ushtrues tjetër i detyrës së kryeprokurorit, 5 të tjerë po thonë që mbetet Besim Kelmenti si ushtrues detyrës së kryeprokurorit, për shkak se vendimi është i jashtëligjshëm, s'kan pas kuron për me zgjedh, ju çu e keni pa? Ne jemi duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe njëkohësisht si presidente e Republikës dhe garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, jam në bashkëpunim dhe në koordinim me Shtetet e Kuintit lidhur me këto zhvillime jashtëzakonisht serioze. Një çështje e cila është shumë shqetësuese është që 5 anëtarë të Këshillit Prokurorial kanë deklaruar publikisht se nuk ndihen të sigurt dhe kanë kërkuar mbrojtje nga institucionet e sigurisë në vend, dhe si presidente menjëherë jam marrë me këtë çështje në bashkëpunim me qeverinë, sepse është e pafalshme që 26 vite pas luftës ne të kemi anëtarë të Këshillit Prokurorial, qofshin ata prokuror apo jo prokuror, që nuk ndihen të sigurt dhe ndihen të kërcënuar. Është shumë e rëndësishme që ata të ndihen të sigurt, secili prej tyre, dhe të kenë mundësi që të shprehen qëndrimet e tyre pavarësisht se cilat janë ato. Sistemi i drejtësisë në vend, ju e dini që për një kohë të gjatë është ballafaquar me mungesë me sfida. Jo me mungesë, po me sfida sa i përket profesionalizmit, integritetit, pavarësisë dhe paanshmërisë. Është shumë me rëndësi që në mënyrë që deklaratat e mia mos të shihen si ndonjë ndërhyrje, sepse jam person politik që kur në karrierën time nuk kam ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, që t'i lëm vend edhe analizës së përbashkët që e kemi me partnerët tonë,
lidhur me procesin që ka ngjarë sa i përket shkarkimit apo tentim shkarkimit më mirë ta quaj. Ju e keni parë reagimin e Bashkimit Evropian, të cilët e shohin këtë edhe si shkelje të parimit të sundimit të ligjit. Jemi në proces dhe shumë shpejt do të kemi edhe deklaratë plot pasi ti përfundojmë punët e përbashkëta dhe analizën e përbashkët që kemi me partnerë tjerë. Nëse mundemi me ditë këta 5 që kanë kërku mbrojtje të afërt, po janë këta që u largun prej sallës apo këta që morën vendim për shkarkimin? Ju e dini sepse ata para mediave kanë kërku. Ata që janë largu prej sallës para juve kanë kërku që të kenë mbrojtje nga institucionet e sigurisë dhe kanë thënë që ndihen të sigurt dhe unë me njëherë këtë kërkesë të cilën e kanë bërë nëpërmjet jush, ata e kanë bërë këtë kërkesë publike, kanë thënë që ndihen të kërcënuar. Dhe me këtë kërkesë me njëherë kanë përcjell dhe në bashkëpunim me qeverinë dhe me institucionet e sigurisë, unë po shpresoj që ata ta kenë mbrojtjen e nevojshme, sepse është e pafalshme që cili do antar i institucioneve të drejtësisë mos të ndihet i sigurt. Ata duhet ta shprehin qëndrimin e tyre. Ligji është i qartë edhe sa i përket quorumit edhe sa i përket dispozitave tjera, mirë po, siç e thash, jemi edhe në bashkëpunim me partnerët tonë për një konkluzion për cilin do t'ju njoftojmë së shpejti. Zona Presidente, pedim gjendjen që është në komunat për shkak të buxhetit, e dim që kuvend më nuk ka, a keni ndonjë kompetencë që ta zhbllokoni këtë situatë në këto komuna? Siç e dini, çdo kompetencë që e kam shfrytzuar. Fillimisht duke kërkuar që kuvendi të mblidhet para se të votohet qeveria e mandatarit të dytë, në mënyrë që një nga pikat e ndara të rendit të ditës të jetë edhe buxheti për kryeqytetin, për Gjilanin dhe për Zubin Potokun. Ajo ka qenë pikë e ndarë e rendit të ditës, nuk është lidhur fare me buxhetin për 2026, kështu që kush ka dashur që kryeqyteti të ketë buxhet, ka pas mundësinë që ta votojë si pikë të ndarë dhe kanë pas mundësi që tjerat mos t'i votojnë, por vetëm atë ta votojnë. Fatkeqësisht, kjo nuk u shfrytëzua si mundësi, edhe pse ka qenë e lejueshme edhe me kushtetut, edhe me ligjet në fuqi, madje edhe me praktikën parlamentare, që një gjë e tillë të bëhet, sepse askund nuk ndalohet që kuvendi nga momenti i konstituimit të mbajë edhe seanca për tema tjera të rëndësisë nacionale siç janë këto. E dyta, pasi ka dështuar mandatari i dytë, ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2020, i cili thotë që kuvendi nuk shpërndohet automatikisht. Pra edhe kur dështon mandatari i dytë, akoma kemi kuvend, deri në momentin kur unë e nënshkruaj dekretin për shpërndarje. Dhe unë nuk e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje, qëllimisht i kam ftuar një herë partitë politike dhe i kam ju lutem para se ta shpërndaj kuvendin, kthehuni edhe një herë në sallën e kuvendit. Unë ju pres këtu. Miratoni marrëveshje të ndërkombëtare prej 1.1 miliard, të cilat edhe ashtu kërkojnë 2/3, miratoni buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që akoma s'kan buxhet, RTK-n dhe zgjatjen buxhetore për 3 muajt e parë, i cili do duhej të ishte vendimi i kuvendit. Kam kërkuar nga kryeministri, e kam pyetur, a mundesh me heq dorë nga buxheti 2026 që vetëm këto pikat tjera ti trajtojmë, dhe ajo shpajtuar që të hiqet çështja e buxhetit 2026 nga agenda dhe të shkohet në seancë vetëm me këto pika tjera. Pra 1.1 miliard marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin e Prishtinës, Gjilanit e të tjera, si dhe zgjatjen buxhetore si akt të kuvendit. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur dakordim nga partitë e tjera. Mundësi ka pas me u miratu, mirë po nuk ka pas vullnet politik. Si presidente kam shfrytzuar çdo instrument dhe duhet tani të pyesni ata që i kanë refuzuar këto propozime që i kam dhënë, pse i kanë refuzuar. Tani, vetëm pasi kanë insistuar partitë politike që nuk donin të miratonin, unë kam nënshkruar dekretin për shpërndarje të kuvendit. Tani më kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse s'ka kaluar buxheti i Prishtinës, nuk ka arsye tjetër. Tani pse s'kan votu, duhet t'i pyesni partitë që kanë refuzuar që të kthehen në kuvend para se ta nënshkruajnë dekretin për shpërndarje. Ka qenë në përputhje me kushtetutën, plus ka qenë në përputhje me praktikat parlamentare, sepse në vitin 2020, edhe pasi gjykata kushtetuese ka thënë që ka dështuar mandatari i dytë, rrjedhimisht ka qenë kundër kushtetuese qeveria Hoti, ka konstatuar në po të njëjtin aktgjykim që kjo nuk nënkupton shpërndarje automatike të kuvendit. Dhe pas atij aktgjykimi, ne jemi mbledh në kuvend, e kemi miratu buxhetin për vitin 2021, pra ka edhe praktika që ka ndodhur gjëra të tilla pas dështimit të mandatarit të dytë. Ata kanë pas të drejtë të kthehen në kuvend para se ta nënshkruaj unë
dekretin për shpërndarje. Nuk kam pranuar një gjë të tillë dhe tani po përballemi me pasoja. Tani që s'ka kuvend, unë nuk kam se ku t'i qoj deputetët, as t'ju kërkoj ku të m'lidhen, s'kan ku m'lidhen më, derisa të përfundojnë zgjedhjet të cilat i kanë kërkuar vetë, ta kemi rezultatin, të certifikohen dhe të konstituohet kuvendi. E me shpresë që edhe me njëherë votohet edhe qeveria e re, atëherë me njëherë pastaj mund të jenë këto pikat e para të rendit të ditës. Mirë, po si presidente kam bërë gjithçka, për fat të keq, është refuzuar nga disa parti, tani pyetja duhet të jetë nga te partitë që kanë refuzuar. Mirë, po nuk është e vërtet që një gjë e tillë do të ishte kundër kushtetuese, sepse edhe e ka lejuar gjykata kushtetuese, edhe kemi praktika parlamentare për një gjë të tillë. Edhe sikur të kishte konsensus politik, nuk do të kishte asgjë që do t'i ndalonte deputetët që ta votoni një buxhet të tillë, po fatkeqësisht tash është kjo situata sepse nuk janë marrë parasysh këshillat e mia dhe ndërhyrjet e mia dhe kërkesat e mia. Keni shqetësim, presidente, që mund të zvarritet sërish konstituimi i kuvendit, formimi i institucioneve me këto forca politike? Shqetësim ka, sepse nuk është larg koha kur kishim situata të tilla, këto vetë sa ndodhen këto zvarritje, por po shpresoj shumë që kjo të ketë qenë një mësim i mësuar dhe një përvojë nga e cila të gjitha partitë politike të kenë mësuar se zvarritja është mbi të gjitha në dëm të interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe sa më parë që të jetë mundur të kemi jo vetëm certifikim të rezultateve, ajo varet nga KQZ, por njëkohësisht të kemi kuvend të konstituar me shpresën që ta kemi me njerë ditën e parë, mos të pritë 30 ditë dhe pastaj edhe votimin e qeverisë. Presidente, vështë një pyetje. Hajde, fundit. Fundit, si përgjigjesh akuza presidentet PDK-s, TDK-s, për cilësojnë se presidentet dhe Jona Mihajli? Kush e ka thënë këtë fund? Ganimet e Musliu më kujtohet. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat të Ganimet e Musliut. Kemi gjëra shumë më të rëndësishme.